Që episodu më herët me disa prej kolegëve këtu në Londër edhe disa prej burimeve tjera të redaksisë tonë në Gjermani, shiku vrastar, unë mund t'ju konfirmoj, që është prapa këtij operacioni të parlamentit të sotëm të kaosit në Prishtinë. Përgjegjës është kuptohet bartësi i portofoliot të shikut vrastar PDK-ja, po në dorën e së cilës është edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, për Aleanca për Ardhmërinë e Ramush Haradinajt për të pleçkitur Kosovën, ndërtuar pallate, bler pallate në për Dubai, në për vende tjera të botës me i fsheh parët, madje me i fsheh parët edhe në Zvicër. Me aqel derën Radojqiqit e pastaj me mbyll institutin për gjenocid, për dokumentimin e gjenocidit serbe, kështu me radhë, me ia dhënë edhe teritorin Malit Zi e Maqedonisë që ka dhënë Ramush Haradinaj. Edhe madje me kamuflu gazin rus me flamur amerikan, qysh edhe ka bo është të bo Haradinaj. Po ta shohim shoqëruesin e Samil Ushtakut, njeriu i cili akuzohet për pleçkitje të fundit çlirimtar, i cili e ka akuzuar Republikën e Kosovës se po i përdor policinë e Kosovës si Miloševiqi ndaj bandave terroriste të Beogradit të udhëhequra nga Radojqiqi kur përpjekën me aneksu verinë në Kosovës me 23 shtator të vitit 2023. Dhe duke qenë se ne po bisedonim më herët me burimet tona të cilat na treguan se ishte shiku vrastar prapa këtij operacioni, ne po pritim një moment që kemi dëshmi. Po disa prej lexuesve tonë mi dërguan disa video në të cilën paraqitet e para dëshmi konkrete ku e vërteton pretendimin e burimeve tona informative, të cilat na tregojnë pra se shiku vrastar është prapa këtij operacioni. Dhe ja shikojeni. Ky është shoqëruesi i Samil Ushtakut, siç po e transmeton ky video material nga Kosova News, i cili është aty, dhe merreni me mend, ky zotnia paraqitet rrejshëm aty si mërgjimtar. Që ky zotnia është shoqëruesi i Samil Ushtakut. Ja ku e keni këto, bashkë me Berat Buzhalën, i cili, që ta keni parasysh nëse keni harru, në kampet e përqendrimit të torturave të ndërmarrjes së përbashkët kriminale, babai Berat Buzhalës është torturu. Buzhala e ka ditë, ka dhënë dëshmi për unikun e Uleksin, dëshmia e tij është në proces të gjykatës speciale të Hagës në Hagë, por Buzhala ka vendosur me tradhtu e me shit e me tregtu dhimbjen e torturave të babait tij për hesapet e tij. E sot Buzhala po përpiqet me mbrojt ata të cilët faktikisht ja kanë torturuar babën. Ajo është krejtësisht zgjedhja e tij, po shumë është e rëndësishme që ta dini ju si publik. Pra shikojeni, shoqëruesin e Samil Ushtakut në operacionin e shikut vrastar në Parlamentin e Republikës Kosovës. Po pra i dashur publik, këta janë qëta njerëz të cilët dojnë me përmbyt Republikën, sepse këta janë të interesuar që Republika mos me funksionu qysh e don rendi ligjor dhe kushtetuta edhe rregulli i civilizimit njerëzor. Sepse këta janë thjesht shpellar, janë bandita, janë plaçkitës, të cilët janë mësu me plaçkën. Për këta nuk ka çështje as morali, as patriotizmi, as një gjë nuk vlen. Asnjë gjë nuk vlen. Domethënë, këta kur kanë qenë gjendje me plaçkit fundin çlirimtar, kur kanë qenë gjendje me tradhtu familjen Jashari, kur kanë qenë gjendje me dhon urdhër mos mulshu komunikat nga shtabi i përgjithshëm për rënien heroike të familjes Jashari, kur kanë qenë gjendje me hymë mrena shtabit të përgjithshëm të UÇK-s e me e vra kokën politike dhe intelektuale të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe themeltare të saj, nuk ka çka mu prit kur çdo tjetër prej tyne. Këta tash po rrajnë që gjykata speciale është i gjyku se kanë luftu për liri. Jo, s'kan luftu këta për liri. Këta kanë luftu me plaçkit. Këta kanë luftu me vjedh. Këta kanë vëra njerëz. Këta kanë luftu për me ja marru Serbisë rrugën për me e kap Kosovën prap në dorë veta. Qysh edhe i kanë nënshkru marrëveshjet e një pas njëshme me Beogradin zyrtar. Ku po them këta,
e kam fjallën për komplet shikun vrastar. Kredet e saj, që është udhëheq prej Hashim Thaqit, Kadri Veselit e të tjerëve. Ky është problemi. Pra, e kemi një strukturë gjakatare, gjakpirse, pleçkitse, kriminale, hajduteske, e cila pa hezitim kanë nënshkruar marrëveshje të njëpasnjëshme ndërkombëtare për me ashti kthjetrat e Serbisë Kosovës në fyt. Për 20 vjet e kanë ngulfat Kosovën, edhe kur erdhë struktura e re politike që don me hjek qatë ngulfatje Kosovës, këta po mënohen me mishë me shpirt me pengu. Që ju ta keni parasysh, redaksia jo në Londër ka hulumtu edhe ka gjetë dëshmi, gjithashtu, se këta janë përpjek me orkestru vrasjen e kryeministit Kurti në vitin 2021. Prapa pagesave të prek kodrës, të vrasësit me pages prek kodra, të shohet bazushëm se ka qenë Ramush Haradinaj. Me aprovim të Richard Grenelli, cili ishte, përveç i zbuluar si mercenari Rusis, por i cili ishte autori prapa orkestrimit të puçit kundër qeverisë Kurti Hoti në vitin 2020. Gjithashtu, një përpjekje dytë për të vrarë kryeministin Kurti ka qenë edhe në shkurt të vitit 2025. Përpjekja tretë si thirrje për vrasjen ose rrëmbimin e kryeministit Kurti ka qenë më nga Serbia Aleksandar Vulini, i cili ka lëshu kushtrim këtyne argatëve të tij në Prishtinë që duhet me e vra. Kur redaksia jonë u përpjek me marë komente nga partitë opozitare se çka mendoni ju për një kërcënim të tillë që vjen prej Serbisë ndaj kryeministit Kurti ose kryeministit si kryeministi i Republikës Kosovës, asnjë prej tyre nuk ishte në gjendje me dhënë përgjigje. Përfshirësh presidenti Vjosa Osmani si zyre prezidenciale e Republikës Kosovës. NATO ja reagoi, BE-ja reagoi në kërkesën tonë. Apo kupton? Ambasadat e Kuwaitit reaguan, këta nuk reaguan. Pse? Se janë pjesë e planit. Këta kanë tregu që kanë qenë pjesë e planit vrastar për tentimvrasjen e kryeministit në vitin 2021, kanë qenë pjesë e planit vrastar për tentimvrasjen e kryeministit në vitin 2025, edhe unë nuk kam asnjë arsye mos e besu që këta s'kanë qenë pjesë e planit vrastar në kohën kur ka thirr Aleksandar Vulini për me vra Albin Kurtin në dhjetor të vitit 2025. Qatë herë kur këta edhe i humbën zgjedhjet me mbi 51%. E tash, shiku vrastar, si që keni parasysh, ka fillu me orkestru përpjekje tjera për me destabilizu vendin. Është operacion doktrinë e Rusisë dhe doktrinë e Beogradit, të cilën këta sigurisht janë trajnu atje, se që ajo shkollë është. Apo kupton? Se këta janë që nuk janë patriota, i identifikojnë patriotat edhe i etiketojnë për jo patriotizëm. Apo kupton? A i kujtohet? Pa na thojnë, nuk pa na mohojnë çlirimtarin, për të si e për çlirimtar. Shkej të fol. Çfarë çlirimtari je ti be? Çfarë çlirimtari je ti? Çfarë çlirimtari je ti o ti zotni? E ke vjedh fondin për çlirim. Çfarë çlirimtari je ti në vrasë çlirim luftëtarët e lirisë nuk ke bë kur gjë. Çfarë çlirimtari je ti në nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare për me shtik kthetrën e Serbisë në Kosovë, ti s'ke bë kur gjë. Çfarë çlirimtari je ti? Veteranët e vërtet të lirisë kanë bë vetë vrasje s'kan pas buk me çu fëmijëve të shtëpia. E s'ke bë kur gjë. E ke vjedh vendin. Çfarë çlirimtari je ti? Që kur del Hashim Thaçi natën atje te ura Ibrit me i thon popullit që veri i ka me të Serbisë, ti s'bën kur gjë. Çfarë çlirimtari je ti? Që mas asaj deklarate mes natës 3 dhe 4 shkurtit vitit 2000 janë dëbu 11.364 shqiptar prej të rojeve të veta, e ti s'bën kur gjë. Çfarë çlirimtari je ti? Kur Adeqiqi ta ka udhëheq veriun deri me vitin 2023. Edhe kur ndërhyn qeveria e Republikës Kosovës me të drejtë plotnisht legjitime përballë krejt presioneve ndërkombëtare për me ushtru rend edhe shtet ligjor në veri, ti del edhe thue jo, pi përdor policinë si Miloševiqi. Ti del edhe thue as Miloševiqi s'na ka mujt me na majt neve në kontroll. Ty i dhon legjitimitet të statusit të shtirimtarit kujna terroristëve agresor të Beogradit, që na vran policin. Tu i dhon zo kujna Richard Grenellit, mercenarit Beogradit dhe të Moskës, i cili ishte stolisën me urdhrin e flamurit të Serbisë
Vetëm 31 ditë masi që Serbia me Radojčićin e kishte vrarë policin me Afrim Bunjaku. Çfarë shërimtare more jeti kur ti ja qel derën Radojčićit në kryeministri. Çfarë shërimtare jeti kur e mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb. Çfarë shërimtare jeti kur jep territor Maqedonisë dhe Malit Zi. Çfarë shërimtare më jeti kur e plaçkit Kosovën. Kur nuk investon në cilësitë e edukimit, kur nuk investon në shëndetësi, kur e shet për plaçk, për kumlla, krejt ekonominë e vendit, e shkatron fabrikën, e shkatron njësinë prodhimtarisë vendit. Çfarë shërimtare jeti? Ti e hajduk. Ti e hajduk. S'ka shërimtar në ty. Ajo që ka juve po i dhem është pasqyrja kur po ja nxjerr pasqyrën Albin Kurti, por edhe unë si gazetar, që ajo juve po i dhem. Ju s'jeni shërimtar. Ju jeni hajduq. Shërimtarët e vërtet kanë nejt ndershëm. Nëse kanë bo politik të ndershme. I kanë thonë zotnis tjetër në kundërshtarit politik, kanë thonën, ne nuk pajtohemi me juve zotni. Kundërshtar politik, po ju e keni pushtetin tash, populli ja ka dhënë votën, grani që ashtu që po dini, ne do t'ju kritikojmë, do t'i nxjerrim dëshmit pse kjo është e gabume. Që ajo është shërimtari vërtet, që e lejon shtetin me marë frymë. Jo hajduki cili mënohet me marë pushtet me zër. Ja, hajduki s'është. Hajduki që e ka nënshkru marrëveshjet Serbis me fuqezu Serbin Kosovë. S'është ai shërimtar. Nuk ka shërimtar ai njeri që e ka plaçkit Kosovën, e ka plaçkit fondin shërimtar. Ai njeri i cili nuk ka bëzan kur luftëtarët e vërtet të lirisë, që i kanë shpëtu plumbit të shkaut, janë vra pabesisht në agimit e mesnatës e agimit e mëngjesit. Nuk ka shërimtar ai. Nuk ka shërimtar ai i cili i ka pa gazetar të uvra e nuk ka bëzan. Që i ka pa politikan të uvra e nuk ka bëzan. Të t'i vrasin dhe presidenti Rugova e nuk ka bëzan. Si jeni ju shërimtar. Ju jeni hajduq. Shpelar jeni ju. Të cilët nuk meritojnë askon tjetër për qenë pas në ferm të lopëve. Bili o rrezik që dhe lopt i vjedhni. Qa si hajna e një ju. Juve as në kotet të pulave s'do të mi vlonë. Se ju e vjedhni edhe pulën, edhe zogën, edhe vojen. Krejt i vjedhni ju. Shka po marrëm vesh na këtu në Londër tash për disa pe juve dhe grati keni qitë në teren. Nuk pritet kur gjë e mirë për juve. Po do Zoti e do ky popull ju keni me u fshis prej zgjedhjeve të ardhshme. Fshis e keni. Edhe drejtësia ka më mbledh një ka një. Qush e keni dit me plaçkit venin. Tang, drejtësia ka më mbledh një ka një. Ta është që të nënshkru memorandumet ndërkombëtare për në sajt e ligjet për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Zvicra është e para, si që dim deri më tash, që ka nënshkru marrëveshje me Prokurisë Speciale të Kosovës. Dale me nga dale, do të vjen pranvera. E do të fillon Kosova me marrë frymë lirshëm prej bandave plaçkice, hajduteske, vrastare, që ja kanë majtë qirin e argatlëkun Serbis. E kanë shkatru këtë vene, po dojnë me shkatru prap. Kun nuk keni ku me shku. Edhe Britania ka më ju izolu. Qëto po jo kalzaj. Edhe Britania ka më ju izolu, ven nuk keni ku me më shef. Veç shkush në Rusi, ose në Beograd. Atje nështë moni me pështu. A për dikon përëndim, në botën perëndimore, që është aleate e Republikës Kosovës, e që Kosova është kaq besnike ndaj vlerave dhe qeverive edhe agendave politike perëndimore, atë ju s'keni me pas vend. Se gjithashtu jeni detektu që keni njës operacionin për me shti Kosovën në orbitën e Rusisë. Jeni vëshku, jeni dokumentu,
edhe aty, jo politikisht, keni me kanë të izolum, por edhe me sistem drejtësisë. Edhe me sistem drejtësisë. Keni me janë i kësaj punë e zonin. E do vjen dita e do të shohim ditë bardha. Faleminderit i dashur publik, ju kërkoj ndjesë se jam jashtëzakonisht i shqetësuar për këtyne plaçkashëve, zhvatësve, vrasësve të Republikës tonë, po unë jam jashtëzakonisht i mirënjohës për mbështetjen tuaj, prandaj lutem shumë. Mos harroni abononi me Kronikat e Barutit, sepse neve kemi nevojë fonde që të konsolidojmë buxhet e të vazhdojmë të hulumtojmë e të ekspozojmë këto rrjete kriminale. Pa i ekspozu këta, pa i dokumentu një me një, pa i njek deri në pikën e fundit të birës minit ku janë, na nuk mujna me pa dritë. Prandaj ju lutem shumë, mos harroni abononi me Kronikat e Barutit, abononi me pagesë, tregojini tjerëve, sepse është domosdoshmëri që ndërtojmë media me integritet. Qofsh me shnet e shihemi në raste tjera.